Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditë zije, ndahet nga jeta në moshë të re aktori i njohur i serialeve. Aktori i njohur amerikan Nicky Katt, i njohur për rolet e tij në filmat Dazed and Confused, ka ndëruar jetë në moshën 54 vjeçare. Lajmi është konfirmuar nga avokati i tij John Sloss për mediat amerikane. Shkaku i vdekjes nuk është bërë i ditur. Kate lindi më 11 maj të vitit 70 në South Dakota dhe nisi karrierën si aktor i fëmijëve në vitet 80 me paraqitje në seriale si Chips apo Fantasy Island. Ai u bë i njohur për interpretimin e personazheve komplekse dhe shpesh të errët si në filmat A Time to Kill apo Boiler Room. Në televizion ai ka spikatur me rolin e mësuesit Harrison Nate në serialin Boston Public. Aktori u tërhoq nga skena në vitin 2018, por mbetet i kujtuar për stilin e tij të veçantë dhe prezencën e fortë në ekran. Vdekja e tij përfaqëson një humbje të ndjeshme për industrinë e filmit dhe televizionit ndërkombëtar.